Zakonisht ne na mësu që kudo që përmendet namazi më përmend kush? Zakati. Zakati apo apo. Wa aqimu salawatu zakati. Kështu s'ka thonë fesalli rabbike wa zakki. Falu për Zotin më jap zakat. Ja, s'ka thonë, pse? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur s'ka dhënë zakat. S'ka pas pasuri për zakat. S'ka pas pasuri për zakat. Ka shpërnda pasuri si u ka bo. Se kalon kur më bo nisabi për zakat a japën. Apo? Nga se zakati nuk kupton grumbullim. Nuk është e keqe kjo. Mirë është. Ja, çush elhamdullah, zakata por. Mirë po ata naltat ja po se presin më zakat hiç. Ata para zakati kanë të tjera stacione që për Allahun xhallahu këtu do punë ato. Prandaj pejgamberi ka shkip. Ja s'ka pas, ja ka shkip. Kur ka pas e ka shkip, kur s'ka pas s'ka që jam zakat. E pse walhar therr kurban? Për shkak se deve kanë pas, dele ka pas, si kuptim që kanë ardhur si pasojë rrethana shumë të apo. Dhe gjitha i ka prej pejgamberi wanhar. Dan wanhar thera ushqim për ty dhe ushqim për të tjerët. Kjo është e dimensioni i ndërtimit të raportit me Allahun dhe i ndërtimit të raportit me njerëzit.